Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve ka zhvilluar seancën për shqyrtimin e kërkesës ankimore të Partisë Demokratike, lidhur me rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit në qarkun e Kukësit. Partia Demokratike kishte kërkuar pavlefshmërinë e rezultatit dhe organizimin e një rivotimi, duke argumentuar se procesi kishte parregullsi, të cilat ndikuan në përfundimin e zgjedhjeve. Në përfundim të shqyrtimit, Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve vendosi rrëzimin e kërkesës të PD-s, duke argumentuar vendimin me mungesë të provave të nevojshme për të ndryshuar rezultatin. Përpasoj, votat nuk do të rinumërohen dhe rezultati mbetet i pandryshuar. Kjo është kërkesa e parë që i rrëzohet Partisë Demokratike për pavlefshmëri të zgjedhjeve, ndërsa vijon shqyrtimi edhe për disa qarqe të tjera. Gjatë seancës, përfaqësuesit e Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve thenksuan se detyra e institucionit është analizimi i fakteve dhe vërtetimi i pretendimeve të paraqitura. Sipas tyre, nuk u gjetën prova të mjaftueshme që të justifikonin pavlefshmërinë e rezultatit apo rivotimin në këtë qark. Në zgjedhjet e 11 majit, Partia Demokratike siguroi 2 mandate, ndërsa Partia Socialiste mori 1 mandat.